Faleminderit dhe përshëndetjet për zemrët e Sait. Faleminderit për pyetjen. 100 ditë të para do të instalohet krahas paketës së dhimbshurisë me të cilën e nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme. Do instalohet kuadri ligjor për krijimin e klimës më miqësore për biznesin që ka ekzistuar ndonjëherë. Ne e shpallëm Sait, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë kombëtare. Ju jeni një nga ata biznismen dhe specialist të shquar që i njihni shumë mirë potencialet e jashtëzakonshme minerare të këtij vendi. Do t'jenë paketa fiskale me taksën e shesht, do t'jenë garancit ligjore, do t'jetë ulje e çmimit të energjisë nga 18-24 lek kilovati në 6 lek, pra pjesëtimi me 3 i çmimit të energjisë. Do t'jetë nxitja e madhe e projekteve madhështore në fushën e energjisë solare, energjisë diellore, energjisë ujore. Do t'jetë tërheqja e kompanive të mëdha të eksplorimit, të shfrytëzimit, të përpunimit të mineraleve në Shqipëri. Do t'jetë Shqipëria e data qendrave, e inteligjencë artificiale, e blockchain dhe kriptomonedhave, e internet 3. Pra, ne 3 muajt e parë hedhim baza të forta ligjore për të gjitha këto projekte dhe unë kam bindje se ju dhe kolegë tuaj amerikanë do vinë me kënaqësi të investojnë në Shqipëri. Ilaim Nela, a do të shkohet në zgjedhje me Edvin Ramon kryeministër? A ka ndryshim qëndrimi nga Partia Demokratike sa i takon kësaj çështje kaq kardinale? Ndryshime të mëdha i dashur me Laim ka ndodhur. Siç e shihni, është e vërtet që Edi Rama bën gjithçka, por është e vërtet se projektor të fuqishëm janë drejtuar drejt Shqipërisë. Është e vërtet se brenda tyre ka një shkërmoqje të paparë. Është e vërtet se ka 2 muaj që këndojnë hymnin e Hajdutit, përpiqen të mbrojnë Erion Velin. Nga ana tjetër, Milajn, 3 rezoluta ndërkombëtare, siç e din ti, kanë denoncuar botërisht Edi Ramën si njeriun e farsës elektorale zgjedhore. Dhe nga ana tjetër, ati erdhi një paralajmërim shumë i fortë nga kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, zoti Krisla Sivita, i cili e paralajmëroi që të mos lost me zgjedhjet sepse pasojat do të bien mbi te. Pra është ky kompleks faktorësh, është dhe një klim, siç e keni ndjerë dhe ju në diasporë, e cila është e krahasueshme me vitet 91-92, që paralajmëron rënjen e paralajmëron përmbysjen e pashmangshme të narkodiktaturës me datën 11 maj. Faleminderit. Benard Hoxha,
Doktor, jam një banor i 5 majit, jemi takuar dhe bashkë para disa kohësh. Mund të më thoni ju lutem pse s'po e trajtoni çështjen tonë fare, sepse realisht na është bërë krim makabër ndaj pronës tonë. Faleminderit. Absolutisht do të trajtohet me të gjithë forcën ligjore. Qendresa juaj është regjistruar në historinë e lirisë shqiptarëve, po jo vetëm shqiptarëve, si qendresa qytetare më pamposhtur. Dhe unë ju garantoj se për çdo shkelje ligji, për çdo brutalitet dhe arbitraritet, shteti do përgjigjet dhe përgjegjësit do të ndëshkohen. I sa muja, doktor, çfarë do të bëjë Partia Demokratike për të parandaluar vrasjet mafioze që po ndodhin në Shqipëri? Ju lutem konkretisht. Konkretisht të garantoj që klanet mafioze dhe antarët e tyre, njeri pas tjetrit dhe një nga një, do përfundojnë aty ku duhet ta kenë vendin para ligjit dhe në qeli. Zoti muja, të rikujtoj këtu se në vitin 2005, në një afat kohor 18 muaj, vendosmëria jonë për të rivendos ligjin dhe shtetin ligjor bëri që dhe zero toleranca ndaj krimit, bëri që 205 organizata dhe grupe kriminale, bost dhe antarët e tyre, të kapen të arrestohen kudo që ishin nga Malta në Suedi, apo në Shtetet Bashkuara, apo në Ankara dhe kudo, dhe të ekstradohen në Shqipëri. Shumë prej tyre morën dënime për jetë, të tjerë dënimet e merituara, 1050 bos dhe antarë të këtyre organizatave. Edi Rama i liroi ata dhe aplikoi moton kokën t'i hanë njëri tjetrit dhe të bashkëpunoj me ta. Ne kemi zero tolerancë ndaj tyre dhe jam i bindur se kjo do jetë një nga aksionet më të para ndaj dhe grupet shqiptare mafioze do të ndiqen kudo që ndodhen. Alex Kaplaj. Unë jam Alex Martin Kaplaj, ish student i dhjetori dhe ndërthemeluesit e Partisë Demokratike në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kam vite që jetoj në Itali. Pyetja 1. A do të ketë kandidatë të diasporës në zgjedhjet e ardhshme, sepse ju e dini se 70% e diasporës është për Partinë Demokratike? Takimet tuaja në Rom, Parma, Athinë dhe Milano ishin madhështore. Biles nga këto takime doli qartë se Partia Demokratike i fiton zgjedhjet më 11 maj me votën e diasporës. Kjo është dhe arsye pse Edi Rama po u mohon të drejtën e votës gati 50.000 shqiptarëve që jetojnë jashtë